Nuk e pranoni fajësim për asnjëra nga veprat. Absolutisht i pafajshëm. I pafajshëm. Ekziston dyshim i bazuar mirëse të pandehurit Faruk Mujka dhe Hysen Muzliukaj në cilësi të personave zyrtar me dashje dhe duke shfrytzuar detyrën zyrtare kanë tejkaluar kompetencat e tyre me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore të kundërligjshme për personat e tretë dhe në dëm të pronës publike. Faruk Mujka, duke vepruar në emër të kryetarit të komunës së Mitrovicës së Jugut dhe i pandehuri Hysen Muzliukaj në pozitën e drejtorit të drejtorisë për gjeodezi, kadastër dhe pronë në të njëjtën komunë, i kanë paraqitur Kuvendit të komunës së Mitrovicës propozim vendimin për këmbimin e pronës së paluajtshme, kinse si pronë të komunës së Mitrovicës së Jugut, për këmbim me parcelën kadastrale, edhe pse të pandehurit e kanë ditur se prona e tillë nuk ishte pronë komunale. Faruk Mujka, në cilësi të personit zyrtar për shef ekzekutiv i ndërmarrjes publike hidroekonomike i Bërlepenci, i cili sipas ligjit aktualisht në fuqi për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe të dhuratave, ishte i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë. Nuk i ka paraqitur të dhënat e kërkuara në deklarat, në atë mënyrë që nga një datë e pavërtetuar deri më datë 15 shtatit 2023, në shtëpinë e tij ka poseduar shumën prej 60.050 euro. I pandehuri Faruk Mujka ka kryer veprën penale, mos raportimi apo raportimi i rrem i pasurisë. Me qenë se të akuzuarit nuk e pranuan fajësi për vepra penale për të cilat të akuzohen, gjykata merr vendim. Seanca e shërtimit fillestar përfundon, udhëzohen të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre që në afatin kohër prej 30 ditëve të paraqesin pra kësaj gjykate kërkesë për hudhjen e aktakuzës dhe kërkesë për kundërshtimin e provave në të cilat është mbështetur aktakuza.